Rregulli tjetër që duhet ta di ai i cili punon një punë prej punëve të kësaj bote është që mos t'i vjedh mundin, mos ta vjedh mundin e tjetër kujt. Nëse një vepër, një gjë e ka bërë dikush tjetër, nuk të lejohet ty që ti ta marrish mundin e tij. Thot pejgamberi alayhis salam, men sabaka ila ma'in lam yasbikhu ilayhi muslimun fa huwa lahu. Pejgamberi alayhis salam thot, kush shkon dhe e gjen një burim të lumit dhe e sheh se asnjë musliman para tij nuk ka shkuar aty, atëherë ky burim i takon atij. Kjo është si shembull që pejgamberi alayhis salam e ka sjell për të treguar se dikush që ka bërë mund në një drejtim të caktuar, ti nuk të lejohet që t'ja marrish atë mund. Nëse dy musliman janë duke bërë negociata për një tregti, nëse dy musliman janë në një tregti e sipër, ty nuk të lejohet që të ndërhysh dhe të futesh aty e të thuash, ja unë po të jap me çmim më të ulët, ose nëse ke për të ble diçka, unë po të jap më shumë. Nuk të lejohet. Do të presish këta dy musliman ta kryejnë një herë tregtinë e tyre. Nëse pajtohen për një tregti të caktuar, mirë. Nëse jo, atëherë ti vazhdon. Pra nuk lejohet që në një mund apo në një vepër që dikush të ka paraprir dhe është hak i atij, ti të futesh dhe t'ja marrish mundin e tij. Dhe ligjet bashkëkohore janë munduar që ta prekin këtë drejtim duke i vendosur disa ligje ku e mbrojnë originalitetin e produkteve. Nëse dikush e prodhon një produkt, atëherë nuk i lejohet tjetrit që ta kopjoj në mënyrë komplete, që ti kopjoj mundin e tij apo dizajnin e tij apo teknologjinë e tij e kështu me radhë. Mirë po, Islami këtë drejtat punëtorit i ka përmendur shumë më herët, në një kohë kur të tjerët nuk kanë ditur se çka është kjo. Pejgamberi alayhis salam po thot se ai i cili është i pari në një të drejtë, në një burim, atëherë kjo i takon atij. Dhe nuk i lejohet që dikush t'ja merr me dhunë atij apo t'ja vjedh mundin e tij.